Në këtë ditë të shenjtë, 17 shkurti i këtij viti, Kosova feston 18 vjetorin e pavarësisë, një moment që përkujton guximin, sakrificat dhe ëndrrën e një kombi për liri dhe sovranitet. Kjo ditë nuk është vetëm një reflektim mbi arritjet e shtetit, por edhe mbi rrugtimin e gjatë dhe të vështirë që ka kaluar populli i Kosovës. Shumë qytetarë gjatë kohërave më të vështira, sidomos gjatë viteve të luftës, gjetën strehim dhe mbështetje në qytete mikpritëse, jashtë kufinjve të vendit. Një nga këto qytete ishte Ulqini, i cili priti me dyer të hapura shumë familje kosovare që u detyruan të largoheshin nga dhuna dhe pasiguria. Kjo lidhje historike e ngushtë mes Kosovës dhe Ulqinit tregon solidaritetin dhe mikpritjen që ka karakterizuar gjithmonë kombin ton dhe komunitetet shqiptare përtej kufive. Sot, ndërsa flamujt valviten dhe qytetarët festojnë 18 vjet liri, kujtimet e atyre kohërave mbeten të gjalla, duke treguar se rruga drejt pavarësisë ka kaluar jo vetëm përmes institucioneve dhe luftës, por edhe përmes njerëzve që mbajtën njëri tjetrin në ditët më të vështira. Festimi i sotëm është një ditë krenarie, por edhe mirënjohjeje për të gjithë ata që dhanë gjithçka për të parë Kosovën të lirë dhe për qytetet mikpritëse si Ulqini që u bën shtëpi për shumë nga refugjatët kosovar. Në këtë kontekst historik, sot Republika e Kosovës feston me krenari 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, një datë që shënon një nga momentet më të rëndësishme në historinë e vendit. Me 17 shkurt të 2008, me votë unanime të kuvendit, Kosova shpalli lirinë e saj si shtet sovran, duke hapur një kapitull të ri shprese, lirie dhe aspirate për zhvillim dhe prosperitet. Festimet e kësaj dite kanë nisur që në orët e parë të mëngjesit, me ngritjen solemne të flamurit të Republikës së Kosovës para objektit të qeverisë, ku morën pjesë krerët më të lartë të shtetit, përfshirë presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu. Ky moment simbolik shënon Në këtë ditë të shenjtë, 17 shkurti i këtij viti, Kosova feston 18 vjetorin e pavarësisë, një moment që përkujton guximin, sakrificat dhe ëndrrën e një kombi për liri dhe sovranitet. Kjo ditë nuk është vetëm një reflektim mbi arritjet e shtetit, por edhe mbi rrugtimin e gjatë dhe të vështirë që ka kaluar populli i Kosovës. Shumë qytetarë gjatë kohërave më të vështira, sidomos gjatë viteve të luftës, gjetën strehim dhe mbështetje në qytete mikpritëse, jashtë kufinjve të vendit. Një nga këto qytete ishte Ulqini, i cili priti me dyer të hapura shumë familje kosovare që u detyruan të largoheshin nga dhuna dhe pasiguria. Kjo lidhje historike e ngushtë mes Kosovës dhe Ulqinit tregon solidaritetin dhe mikpritjen që ka karakterizuar gjithmonë kombin ton dhe komunitetet shqiptare përtej kufive. Sot, ndërsa flamujt valviten dhe qytetarët festojnë 18 vjet liri, kujtimet e atyre kohërave mbeten të gjalla, duke treguar se rruga drejt pavarësisë ka kaluar jo vetëm përmes institucioneve dhe luftës, por edhe përmes njerëzve që mbajtën njëri tjetrin në ditët më të vështira. Festimi i sotëm është një ditë krenarie, por edhe mirënjohjeje për të gjithë ata që dhanë gjithçka për të parë Kosovën të lirë dhe për qytetet mikpritëse si Ulqini që u bën shtëpi për shumë nga refugjatët kosovar. Në këtë kontekst historik, sot Republika e Kosovës feston me krenari 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, një datë që shënon një nga momentet më të rëndësishme në historinë e vendit. Me 17 shkurt të 2008, me votë unanime të kuvendit, Kosova shpalli lirinë e saj si shtet sovran, duke hapur një kapitull të ri shprese, lirie dhe aspirate për zhvillim dhe prosperitet. Festimet e kësaj dite kanë nisur që në orët e parë të mëngjesit, me ngritjen solemne të flamurit të Republikës së Kosovës para objektit të qeverisë, ku morën pjesë krerët më të lartë të shtetit.